Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi këtu në studion qendrore të televizionit Apollon. Së bashku do të njihemi me të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Dhe ajo që është e rëndësishme për këtë bisedë është që është buxheti më i madh ndonjëherë për të nxitur punësimin për të rinjt. E kemi rritur me 60%. Shumën e dedikuar për të rinj. Dhe prandaj jemi këtu sot. Nuk jemi këtu sot për të bërë fushat elektorale, se fushata ka mbaruar, nuk jemi këtu sot as për të bërë vendosur juve këtu në sfond dhe për të dukur bukur ne, po jemi për të shfrytzuar çdo mundësi që të përcjellim tek gjithë bashkëmoshatarët tuaj dhe tek ju që jeni këtu patjetër, këtë mesazh që ti referohen programet punësimit, të aplikojnë në programet punësimit. Është 60% më shumë financimi i programet punësimit për të rinjt, vetëm për të rinjt, por kërkon edhe më shumë aplikant, që se do ishte skandal që për mungesë të aplikimeve të mjaftueshme ne mos i shpenzonim gjitha këto fonde, të cilat duam ti trefishojmë në 3 vitet e kusur që vinë përpara. Këto ishin ato që unë kisha për të thënë. Ju falenderoj shumë për gjithë vëmendjen, shpresoj që diçka të ketë mbetur në mendje, shpresoj. Inshallah, eksakt. Me kismet është kjo punë, jem dakord bashkë. Dhe e përsëris, kjo botë është e guximtarëve dhe atyre që provojnë derisa ja dalin. Kjo botë nuk është e atyre që thonë nuk bëhet kjo punë më jau, na bjeri tek e tjetër. Nuk po nalim në zgjedhjen e këtij, në zgjedhjen e kreut të SPKAP-it, sepse edhe përqendrimi aq i lartë i trupit diplomatik në sallën e zgjedhjes lën shumë të dyshohet se ajo u bë me qëllimin e vetëm për të tamponuar, për të neutralizuar dorën e zezë të Edi Ramës dhe presionet ndaj antarëve të KLP-s. Nuk mund të them, por nuk kisha pa ndonjëherë përqendrim të tillë, kaq të madh. Kishin qenë ambasadorë, po jo të gjithë shu siç ishin, sepse donin të jepnin një mesazh që Edi Rama qeveria të mos mund të mirëte siç mori Edrin Shabanin edhe kandidatin që ai kishte përzgjedhur apo donte se di se kush ishte në këtë proces. Pra, nuk ka. Ku i bazon këto, ju them unë ju? I bazon në lobime korruptive. I ka zëvendësuar. Po ne absolutisht doradorës do të qëndrojmë siç kemi qëndruar. Edhe ndaj atyre të cilët mbulojnë këto veprat e Edi Ramës, kudo që janë. Jo, nuk kemi, se kjo ne mbrojmë interesat jetike të shqiptarëve. Edi Rama pra ka zëvendësuar respektimin e kritereve me lobime korruptive. Ky është e vërteta. Pyetje të hapur për çdo pyetje. Ndërkohë, zoti Berisha, po ditën e djeshme u miratuan në kuvende dhe pashja fiskale për post të gjithë kundërshtive të ardhura nga Bashkimi Evropian, FMN-ja dhe Dhoma Amerikane e Tregtisë. A do ta çojë Partia Demokratike dhe opozita në gjykatën kushtetuese paketën fiskale? A do ta çojë Partia Demokratike në gjykatën kushtetuese pashjen fiskale të miratuar dje në kuvend? Ne jemi duke ripa të gjitha qëndrimet tona ndaj institucioneve të kontrolluar nga Edi Rama.
nuk them se nuk do e çoj, por nuk them se do ta çoj. Sepse kemi dërguar në skap, imagjinoni këtu, kemi dërguar në skap mbi 100 dosjet për krimin elektoral. Dhe dilin mashtronin zëdhënësit e skapit Tauland Balla, e ndëgjuat ju vetë, se çfarë pa turpsie, që të gjitha dosjet janë pas një provë, pas një fakt, thoshte. Edhe bëjnë zëdhënë si skapit aty. Po mirë e bënte, sepse skapi ka gjitha ato dokumenta që Tauland Balla është antar kryesor i bandës kriminale të Elbasanit, i bajrëve, i rajave, e tjerë. I ka me dokumenta, me regjistrime. Por Tauland Balla, ose i ka shpërbly ata in kind, ose i ka shpërbly me para, ndaj dhe bën zëdhënë si detyrë në parlament. Me që përmendët Spakun, ditën e djeshme u zgjodh edhe kreu i ri i Spakut, Klodian Braho. Keni një koment për këtë? Komenti vetëm që dje u zbatua kushtetuta. Nuk u zgjodh si i pari me 5 vota, që ishte jo kushtetuese, dhe që s'mund të rrinte asnjë ditë në detyrë. Jo, i dyti mori 7 vota, dhe komenti i dytë, aty ishte një zonjë, çka tregon se ajo trupe KLP-s është mizogenike, nuk i dhan asnjë votë. Këtë, shu është që ta marrë. Ishte një zonjë aty, ajo nuk shkoj vetë aty. Aty në KLP e dërguan komisioni i Spakut, i skapit. Dhe shkoj atje, edhe 2-3 zonja që ishin në KLP, nuk menduan të japi një votë, në zorën pas një votë. Gjë që këto dy komente kam unë për zgjedhjet e djeshme. U zgjodh në përputhje me kushtetutën, ndallim të madh nga Pararendës City, që s'ka kushtetut as ligj, po këtu zbatur kushtetuta, kishin bërë rregulloren vetë për votim të hapur, okej. Ata është gjersa kanë ra dakord, nuk i di. Normal, në institucione votimi është i mbyllur, po ata kanë ra dakord vetë dhe s'mund t'ja diskutoj kush atë të drejtën për të vendosur si do të votojnë. Praktik parimin se askush nuk është mbi ligjin. Siç besoj edhe jeni edhe një, Spak ka ngritur akuza në drejtim të zyrtarëve të nivelit të lartë publik, të zyrtarëve të nivelit të mesëm, nga funksionarët më të lartë të shtetit deri tek funksionarët e nivelit të mesëm dhe të nivelit të ulët. Gjithashtu, Spak ka ngritur akuza edhe ndaj kryetarëve të bashkive, prefektëve, kundra gjyqtarëve, prokurorëve, të gjitha niveleve, funksionarëve të lartë të policisë së shtetit, sekretarët të përgjithshëm, drejtorish, dhe nga ky numër zyrtarësh të nivelit të lartë, nivelit të mesëm, nivelit të ulët, më shumë se 50% të tyre tashmë janë në një vendim fajësie të formës së prerë. Por 50% të tjetër, 50% tjetër, disa prej tyre janë në gjykim, dhe patjetër duhet presim vendimet gjyqësore, si dhe një pjesë tjetër janë në hetim. Këto rezultate tregojnë që Spak ka dhënë shenja se është i aftë të vërë para përgjegjësisë penale çdo funksionar pavarësisht pushtetit politik, fuqisë ekonomike apo financiare që ai i zotron. Patjetër nuk është e lehtë, e vështirë, por jo e pamundur. Dhe që të flasim për sukses, duhet të presim patjetër vendimet e fajësisë së gjykatës, por ashtu si thash, edhe këto vendime fajësie tashmë kanë ardhur, 50% e zyrtarëve të lartë të dërguar për gjykim tashmë janë me vendim fajësie të formës së prerë, ku përfshihen ministra, ish-ministra, kryetar bashkish, gjyqtar gjykas lartë apo gjykas kushtetuese, gjyqtar të niveleve të apelit, shkallës së parë, prokuror të gjitha shkallëve, gjithashtu prokuror të
në rang drejtues prokurorie apo dhe prokuror çështje në jurisdiksionin e përgjithshëm të shkallës së parë. Është në gjendje të vërë parapërgjegjësisë penale, grupet e strukturuara kriminale, organizata kriminale, të cilët paraqesin rrezikshmëri shoqërore shumë të madhe, jo vetëm për vendin tonë, por edhe për vende të tjera, qoftë në Bashkimin Evropian apo dhe te Bashkimit Evropian, në rajonin apo dhe në vende të tjera që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian. Siç ne kemi konstatuar në hetimet tona, kemi vënë ndërthurje të krimit të organizuar me korrupsionin, me funksionarë të lartë të cilët ose i shërbejnë organizatave kriminale në formën e korruptimit prej tyre, por ka patur raste kur kemi proceduar zyrtar të nivelit të lartë edhe si antar të organizatave kriminale. Në përparimin e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, të përmirësoj gjithashtu rezultatin e Shqipërisë me 5 pikë në indeksin global të korrupsionit për vitin 2024 në Transparency International. Por, pavarësisht punës institucioneve, dyshimi i vërtet fillon nga dërgjegja e secili prej nesh, nga zgjedhjet që bëjmë në jetën e përditshme, nga mënyra si sillemi në punë, në komunitet, por edhe në ambientet universitare. Them sërish 2 fjalë që përmenda në fillim: integritet dhe përgjegjësi. Integriteti reflekton karakterin tonë, është aftësia për të bërë gjën e duhur, pa na parë askush. Kjo është mosha kur integriteti parkëtohet dhe zëri juaj bën një honë. Përgjegjësia nga ana tjetër është ta shohësh veten si pjesë të një shoqërie dhe të kontribuosh pozitivisht, duke marrë parasysh të gjitha sfidat. Sot, Shqipëria ka më shumë mekanizma ligjor për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin, ku përfshihet edhe mbrojtja e sinjalizuesve dhe numri instrumenteve në dispozicion për të luftuar korrupsionin është më shumë se ndonjëherë më parë. Por këta mekanizma nuk kanë vlerë nëse nuk përdoren, nuk kanë forcë nëse ju apo qytetarët heshtin. Zëri juaj është më i fuqishëm kur shoqërohet me veprim, kur merrni pjesë në nisma qytetare, kur kërkoni transparencë, kur mbroni gjithashtu dhe vlerat. Shqipëria ka nevojë për pedagog të ndershëm, për mjek që nuk marrin rishfet, për ekonomistë që punojnë me ndeshmëri, për gjyqtar, prokuror, avokat që respektojnë ligjin, për gazetarë që raportojnë të vërtetën pa kompromis, për mësues që edukojnë me pasion, për politikanë që nuk e shohin pushtetin si privilegj, por si përgjegjësi. Le ta përdorim këtë sesion si një moment tjetër ndërgjegjësimi, për të vendosur një standard ku korrupsioni nuk tolerohet, por luftohet, ku integriteti nuk është përjashtim, por normë. Falenderoj edhe një herë përfaqësuesit e Komitetit Shqiptar të Helsinkit dhe mikprisëve të Universitetit Aleksandër Mojsiu për ftesën dhe organizimin e këtij takimi. Është gjithmonë kënaqësi të jem mes studentëve. Faleminderit. Tuzve financiar, si dhe procesi përgjigjes edhe i administratës ka dhënë edhe rezultatet apo dhe efektet. Në përfundim të fushatës ndërkombëtare, 16 ditët e aktivizimit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave, që kulmon më 10 dhjetor, ditën ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, në Bashkinë e Lushnjës u zhvillua një aktivitet sensibilizues me pjesëmarrjen e anëtarëve të Këshillit Bashkiak, përfaqësuesve të shërbimit social, si dhe zonja Edlira Çepani, koordinatore kombëtare e rrjetit të grave barazi në vendimarrje. Tryeza e përbashkët u hap me fjalën përshëndetëse të kryetares së bashkisë zonjës Eriselda Sefa, e cila theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve dhe shoqërisë civile për të parandaluar dhe luftuar çdo formë dhune ndaj grave. Zonja Edlira Çepani në fjalën e saj u ndal tek roli i gruas në shoqëri dhe në vendimarrje, duke theksuar se dhuna nuk është çështje private, por një problem i shoqërisë që kërkon reagim të përbashkët. Dhuna është e patolerueshme dhe nuk ka justifikim. Gratë anëtare të Këshillit Bashkiak, nga të dy krahët e politikës, shprehën mbështetjen për politika të qarta dhe konkrete në mbrojtje të drejtave të grave, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit institucional me moton Stop dhunës ndaj gruas.
Kënaqësi e veçantë të rikthehem në Lushnjë, kishim takoj që nuk bënim aktivitete këtu dhe është realisht shumë kënaqësi që të takoj të gjithave. Është një kënaqësi e veçantë pikërisht edhe sepse sot është data 10 dhjetor, është dita e drejtave të njerëzit, dita ndërkombëtare e drejtave të njerëzit. Dhe ne dim shumë mirë sa fort na është dashur të luftojmë që të drejtat e grave të konsiderohen si drejtat e njerëzit dhe të kemi më shumë drejta të grave dhe vajzave edhe në Shqipëri. Ndonse lufta vazhdon, përpjekjet vazhdojnë. Unë e di që gjithsecila prej nesh, jo vetëm ne që jemi këtu sot dhe që po flasim, por gjithsecila prej nesh ka luftuar fort në çdo sektor, me çdo mundësi, që gratë dhe vajzat kenë më shumë zë. Aktiviteti u ndoq nga kamera e televizionit Apollon, duke përcjell mesazhin e fuqishëm për respekt, barazi dhe mbrojtje për çdo grua dhe vajzë. Prej 2 ditësh ujë në rubinetat e abonentëve të ujësjelljes kanalizimeve në Lushnjë janë shparaqitur me ndotje teje të lartë. Situata është tepër alarmante sepse pothuajse në të gjitha lagjet mbizotyron situata ku uji jo vetëm që nuk është në parametra, por ndotja duket me sy të lirë. Asnjë përgjigje nga drejtuesit e ujësjellësit rajonal Lushnjë për këtë situatë dhe kur shkon të marrësh një përgjigje për situatën, jo vetëm që nuk gjen askënd në zyrat e kësaj ndërmarrjeje, por edhe ngren supet sikur vjen nga ndonjë tjetër planet. Kur kërkon përgjigje për një situatë në prag të emergjencës sanitare në qytet, të gjithë janë në terren dhe nuk ka njëri të përgjigjet. E kot të gjesh një numër kontakti të drejtorit të ujësjellësit, i cili pothuajse asnjëherë nuk gjendet në zyrë për t'u përgjigjur situatës, por edhe gjithmonë në terren për të zgjidhur situatën. Varësia e ndërmarrjes së ujësjellësit nga ministria dhe jo nga bashkia ka bërë që llogaridhënia për qytetarët të jetë zero, ashtu siç është edhe për mediat. Nga ana tjetër, pushteti vendor është i pafuqishëm të ngrej zërin për situatat e përsëritura të ujit të ndotur, sepse varet nga ministria dhe jo nga bashkia, pavarësisht se jetojnë 50, 60 apo 70.000 lushnjar që marrin ujin e ndotur në banesat e tyre dhe paguajnë rregullisht faturën e ujit bashkë edhe me disa taksa të tjera vendore. Edhe përfaqësuesit e opozitës mjaftohen me publikime të këtyre situatave në rrjetet sociale dhe me kaq që kanë kryer misionin e tyre. Sa për banorët e Lushnjës, edhe kur shkon t'i pyesësh nuk përgjigjen se kanë hallet e tyre. Kriza e sistemit kullues në Frakull po i kthen tokat bujqësore në Moçal, duke i goditur në zemër familjet që jetojnë vetëm nga bujqësia. Tokat bujqësore të fermerëve të Frakullës po shkatrohen nga mungesa e sistemit kullues, ndërsa institucionet vendore mbyllin syt përballë një katastrofe që po ndodh në heshtje. Kanalet kulluese janë të bllokuara, kullimi mungon dhe çdo rreshje e vogël kthehet në përmbytje të parcelave, shprehet për televizionin Apollon fermerët. Sipas tyre, pavarësisht pagesës së taksave dhe detyrimeve vendore, fermerët e kësaj njësie administrative ndihen të tradhtuar nga pushteti lokal, i cili sipas tyre ka vite që nuk investon as minimumin e nevojshëm për mirëmbajtjen e kanaleve të rrjetit kullues të tokave bujqësore për t'i kthyer taksat e fermerëve nëpërmjet investimeve. Edhe pse gjithë taksat i paguajmë, tokat na mbeten nën ujë, pohojnë fermerët, gjithashtu sipas tyre ata punojnë, ndërsa pushteti ju përgjigjet me heshtje, pavarësisht se premtimet për ndërhyrje janë bërë ritual parazgjedhor, ndërkohë që realiteti në terren po përkeqësohet. Po ashtu ata pohojnë se shumë parcela të Frakullës janë braktisur për shkak të përmbytjeve të vazhdueshme dhe mungesës së infrastrukturës bujqësore. Pas një lloj punimi në kanalet të Kullës. Edhe kështu që tokat janë të mbushura, dhe shiu kalën shumë, edhe nuk futesh dot që të punosh tokën. Prandaj kërkojmë nga shteti që të vijë, të kontrollojë edhe të zbatojë ato. Me tokat mbajemi si fshat. Edhe duam që të sistemohen kanalet, rrjeti Kullës të bëhet. Kur vjen koha e mbjelljeve, të jetë gati për të mbjell, por duhet kullim. Falenderojmë Apollonin që vjen edhe interesohet për neve në çdo kohë edhe në çdo moment. Faleminderit shumë për ardhjen, interesin që bëni juve.
Atëra Apolloni, i nderuar i respektuar dhe i pikami i policia. Nuk duam më premtime, por duam punë konkrete në kanalet kulluese, janë shprehur të revoltuar banorët e Frakullës. Toka nuk pret, shprehen fermerët, të cilët ndihen të braktisur dhe të padëgjuar. Për shumë familje të Frakullës, për të cilat bujqësia është e vetmja burim jetese, degradimi i tokave po i detyron t'i lënë djerë. Ata e kërkojnë pushtetit lokal që t'i kthehen detyrimin ndaj komunitetit dhe të ndërhyjnë menjëherë me projekte për rehabilitimin e kanaleve kulluese të tokave bujqësore. Përndryshe, siç shprehen fermerët, Frakulla do të mbetet me toka, por pa bujqësi që në këtë zonë rrezikon të shuhet, por edhe pa fermerë sepse ata të detyruar do të kërkojnë rrugë të tjera mbijetese. Ata pohojnë për televizionin Apollon se urgjentisht kërkojnë nga Bashkia Fier një plan të qartë veprimi, investime konkrete dhe mbështetje reale për bujqësinë, jo vetëm taksa dhe jo vetëm fjalë, për ndërhyrje konkrete për rehabilitimin e kanaleve të sistemit të kullimit. Në ambientet simbolike të shtëpisë së Kongresit në Lushnjë u mbajt promovimi i librit të 7 me poezi autores Sheqer Esina, titulluar Pasqyrë e shpirtit Jeti Ëngjëll, një aktivitet i ngrohtë dhe plot emocion, ku mblodhen miq, poet dhe dashamirës të artit letrar nga Lushnja dhe më gjerë. Në këtë botim të ri, Sina sjell vargje që prekin shpirtin dhe përcjellin ndjenja të thella për jetën, dashurinë dhe natyrën, me një ndjeshmëri të rrallë dhe frymëhynore që i jep poezisë së saj një zë të veçantë në letërsinë shqiptare. Eventi nisi me falënderimet e autores për të gjithë të pranishmit dhe për redaktorin e librit, poetin Valter Dauti, i cili në fjalën e tij vlerësoi thellësinë dhe ndjeshmërinë e vargjeve të Sinës. Atmosfera u bë edhe më e veçantë me rastin e 60-vjetorit të lindjes së poetes, i festuar mes duar trokitjesh dhe emocionesh. Poezitë e lexuara nga miqtë e saj sollën ndriçim dhe reflektim, ndërsa një moment i veçantë ishte një poezi dedikuar 2 ikonave lushnjare, Vaçezela dhe Margarita Xhepa, të kënduar nga këngëtari Hysni Hoxha, që emocionoi të pranishmit në këtë aktivitet. Ky promovim tregoi edhe një herë se Sheqer Esina është një zë i qëndrueshëm në poezinë shqipe, një grua që flet me zemër dhe shkruan me shpirt. Aktiviteti u ndoq nga afër nga kamera e televizionit Apollon. Personazhi i radhës në emisionin Personazhe në Fokus është Dritan Kajrani, 48 vjeçari nga Lushnja, një emër i njohur në fushën e gastronomisë lokale. Në moshën 17 vjeçare ai u largua drejt Greqisë në kërkim të një jete më të mirë, ku për 25 vite ndërtoi një përvojë të çmuar në kuzhinë. Pas rikthimit në vendlindje, solli në Lushnjë modelin e tavernës tradicionale, duke hapur për herë të parë një biznes me sufllaqe dhe gatime të ndryshme, i cili sot është ndër më të frekuentuarit në qytet. Një rrugtim bardhëzi nga emigracioni në sipërmarrje, që shndrohet në shembull motivimi për të rinjt dhe për të gjithë ata që besojnë se suksesi fillon aty ku ka përkushtim dhe pasion. Përballë gazetarit Ndriçim Gjoshi, tani rrëfen gjithçka, sfidat, emocionet dhe arritjet. Mos e humbisni të shtunën, ora 21, vetëm në televizionin Apollon. Kam punuar në shumë lagje të Athinës, ashtu si kam punuar edhe në shumë ishuj. Në mos harroj, kam punuar të paktën në shumë ishuj të Greqisë. Në ishujt më të dëgjuar të Greqisë. Muaji dhjetor ka nisur me ngjyra, dritë dhe gëzim edhe në qytetin e Kuçovës, ku është ndezur zyrtarisht pema e Krishtlindjeve dhe e vitit të ri në parkun rekreativ. Nën kujdesin e kryebashkiakut Kreshnik Hajdari, qyteti është transformuar vit pas viti, jo vetëm në pamje festive, por edhe në funksion të përmirësimeve në çdo aspekt të jetës institucionale dhe komunitare. Dritat shumëngjyrshme dhe dekorimet elegante kanë sjellë atmosferën e ngrohtë të festave në qendër të qytetit, ku çdo mbrëmje qytetarët dhe fëmijët gëzojnë në hijen e pemës së ndriçuar. Ky nisëm simbolizon përkushtimin e Bashkisë Kuçov për ta kthyer qytetin në një hapësirë mikpritëse dhe festive për të gjithë banorët. Përtej dekorit festiv, kjo atmosferë është edhe një mesazh shprehse, solidariteti dhe afërmiteti mes komunitetit. Familjet, të rinj dhe fëmijët e Kuçovës
po e shijojnë këtë dhjetor ndryshe, me më shumë gjallëri dhe emocion. Në ritmet e muzikës dhe ndriçimit magjik, qyteti ka rifituar shpirtin e festave, ku çova shkëlqen jo vetëm nga dritat, por edhe nga dashuria për jetën dhe komunitetin. Kjo është gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Dhe doja të rikujtoja se televizionin Apollon mund ta ndiqni në të gjithë Shqipërinë nëpërmjet platformave Tring, Vodafone dhe One, gjithashtu në të gjithë botën dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet platformave IPTV, Alp TV dhe Mac TV. Mund ta ndiqni në rrjetet tona sociale, në Facebook, Instagram dhe YouTube, dhe gjithashtu live stream në apollon.tv. Bashkë mirupafshim.